A do t'i hapte rrugën një lidershipi të ri, ja si përgjigjet Sali Berisha. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha, i pyetur nëse PD-n duhet ta marrë një lidership i ri, ka komentuar dhënien e dorëheqjes pas humbjes së zgjedhjeve të 2013-s dhe vendosjen në krye të partisë së Lulzim Bashës. Unë kam menduar dhe e kam bërë realitet atë, u shpreh Berisha duke shtuar se Basha u zgjodh nga antarësia si kryetari i kësaj force politike, ndërsa theksoi se vetëm e mbështeta. Sali Berisha deklaroi se Basha ishte një i ri në drejtim të Partisë Demokratike, por shtoi se është tjetër problem se çfarë përfaqësimi bëri ai për gjeneratën e vet. Nuk ishte përgjegjësia ime ajo, deklaroi ish kryeministri Berisha. Pyetje: a nuk e keni menduar ndonjëherë se lënia e kësaj force politike një lidershipi të ri do t'i jepte një tjetër frymarrje për të u përballur me këtë regjim që ju e cilësoni? Sali Berisha: unë kam menduar dhe e kam bërë realitet atë. Unë e kam bërë realitet. Kjo pyetje nuk më shtrohet mua dot, se unë nuk humba një palëzjedje që nuk ishin fars. Unë dash dorëheqjen dhe një i ri erdhi pas meje. Nuk e zgjodha unë atë e zgjodhi antarësia e Partisë Demokratike. Pasi u zgjodh, unë e mbështeta sepse unë isha thjesht një antar partie, luajal i forcës time politike. Por nuk mund të mos thuash se nuk ishte i ri. Ishte i ri. Është tjetër problem se çfarë përfaqësimi bëri ai për gjeneratën e vet. Nuk ishte përgjegjësia ime ajo. Të tjerë kam e mira sepse unë kur nuk besoj në të pazëvendësueshëm. Por pyetja që më bët, unë jam njeriu që e kam provuar dhe e kam faktuar dhe kam vepruar shumë drejt. Unë nuk u ndiqem nga paragjykimi. Mendova se një gjeneratë e re do të ishte një shans i mirë për forcën politike. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.